Le ta pranojmë, fjalën strategji e dëgjojmë kudo, apo jo? Në çdo mbledhje, në çdo plan biznesi. Por, a ndalemi ndonjëherë të mendojmë se çfarë do të thotë në të vërtetë? E po, pikërisht këtë do të bëjmë sot. Do ta marrim këtë fjalë që shpeshherë tingëllon e madhe dhe boshe dhe do ta kthejmë në diçka konkrete, diçka që mund të përdoret realisht për të arritur gjërat më dha. Dhe kjo thënie e Donald Rumsfeld e godet pikërisht në shenjë. Ai thotë se strategjia është ndoshta një nga fjalët më të përdorura, por edhe më të keq përdorura. Dhe ka plotësisht të drejtë. Mendoni pak, strategji marketingu, strategji biznesi, madje edhe strategji personale. Por sa shpesh kjo strategji është thjesht një dëshirë e bukur? Për shembull, duam të jemi lider në treg. E po, kjo tingëllon fantastike, por nuk është strategji. Është thjesht një aspirat pa asnjë plan konkret pas saj. E kjo na çon tek diçka që jam i sigurt e kemi provuar të gjithë. Rumsfeld e quante kurthi i urgjencës. E dini atë ndjesinë në fund ditës? Kur ke vrapuar gjithë ditën, i e përgjigjur 10 emaileve, ke zgjidhur probleme të vogla, por kur sheh prapa, kupton se nuk e bër asnjë hap përpara drejt qëllimeve të tua të mëdha, ato që kanë vërtet rëndësi. Kjo ndodh kur e rëndësishnja lihet pas dore për shkak të urgjencës. Atëherë, si dilet nga ky kurth? Hapi i parë është të kuptojmë se çfarë është vërtet strategjia, dhe ky përkufizim këtu na jep një bazë të shkëlqyer. Shikoni pak fjalët kyçe. Nuk flitet thjesht për një qëllim, flitet për një plan të përgjithshëm veprimi. Dhe akoma më thelbësore është procesi. Procesi ku vendosen prioritetet dhe ku vendoset se ku do të shkojnë burimet, qofshin para, kohë apo njerëz. Ky është themeli i gjithçkaje. Pra, ja cili është plani ynë i lojës? Do të fillojmë me problemin, pastaj do të prezantojmë një kuadër strategjik me 4 hapa. Do t'i analizojmë me radhë vendosjen e qëllimeve, identifikimin e supozimeve dhe pastaj veprimin dhe matjen. Në fund, do t'i lidhim të gjitha bashk në një cikël të plot. Mirë, atëherë, le të kalojmë nga teoria në praktik, nga konfuzioni te qartësia. Sepse zgjidhja e vërtet për këtë problem nuk gjendet e fjalët e bukura apo prezantimet e stërholluara. Jo, gjendet e një proces i thjesht, i disiplinuar, me 4 hapa të qartë. Ja ku i kemi, të 4 hapat, të gjithë bashk. Shikoni pak rrjedhën. Fillojmë me qëllirat, ku duam të shkojmë. Pastaj kalojmë te supozimet, çfarë mendojmë se është e vërtetë për të arritur atje. Më pas vendosim për veprimet, si do të arrijmë atje, dhe në fund matja, si do ta dimë nëse po ecim në drejtimin e duhur. Çdo hap varet nga tjetri. Është një zinxhir logjik i pathyeshëm. Ky është udhërrëfyesi ynë për pjesën tjetër. Okej, hapi parë. Këtu fillon gjithçka. Vendosja e qëllimeve të duhura. Rëndësia e këtij hapi është absolute. Ka një thënie fantastike nga generali George C. Marshall që thotë, nëse i vendosni objektivat si duhet, një toger mund ta shkruajë strategjin. Çfarë do të thotë këto? Do të thotë se nëse maja e piramidës e ka të qartë se ku po shkon, atëherë pjesa tjetër e organizatës mund të veprojë me efikasitet. Dhe këtu gjërat bëhen interesante, sepse çuditërisht vendosja e qëllimeve nuk ka të bëjë aq shumë me atë që zgjedh të bësh, por me atë që zgjedh të mos bësh. Siç e thon këto 2 citate të fuqishme, strategjia është në thelb arti i të thënit jo. Do të thotë tu thuash jo 10 ideve të tjera që mund të jenë të mira, por tu fokusuar plotësisht te ato pak ide që janë vërtet jashtëzakonshme. Kjo kërkon disiplinë. Po mirë, si i gjejmë këto pak qëllime thelbësore? Rumsfeld kishte një teknik genialisht të thjeshtë. Pyet vazhdimisht pse. Përsërite 5 herë nëse duhet. Shikoni këto shembull nga koha kur ai drejtonte një kompani farmaceutike. Ai ndaloi pagesën e dividendeve për aksionerët, një lëvizje guximshme. Pse? Sepse i duheshin parat për kërkim zhvillim. Mirë, po pse? Për të krijuar produkte të reja. Përsëri, pse? Sepse vetëm kështu kompania mund të rritej në afat shumë të gjatë dhe të sillte vlerë të vërtetë. Duke bërë këto pyetje, ai shkoi përtej problemit të parë dhe gjeti rrënjën e vërtet strategjike. Okej, tani vim tek hapi që, sipas Rumsfeld, është më i rëndësishmi, por edhe më i harruari nga të gjithë, identifikimi i supozimeve. Imagjinoni pak çdo plan si një shtëpi. Supozimet janë themelet e asaj shtëpie. Nëse nuk i kontrollon themelet, nëse ato janë të dobta, e gjithë shtëpia rrezikon të shembet. Pikërisht këtu fshihen rreziqet më të mëdha të çdo strategjie.
Dhe ky vizual e bën dallimin kristal të qartë. Nga një rat, kemi faktet. Këto janë si shkëmbi i fortë, gjëra që i dim, që mund t'i verifikojmë. Nga ana tjetër, kemi supozimet. Këto janë si rëra, janë gjëra që mendojmë se do të ndodhin, por nuk jemi të sigurt. Rreziku i madh kur fillojmë t'i trajtojmë supozimet tona si fakte. Atëherë po ndërtojmë strategjinë tonë mbi rër dhe e dim se çfarë ndodh me shtëpitë e ndërtuara mbi rër. Dhe për të parë sa serioz mund të jetë ky problem, le të kthehemi te një histori nga koha e Rumsfeld në Pentagon. Imagjinoni skenën. Ai është sekretari i ri i mbrojtjes dhe po rishikon planet më sekrete të vendit, planet për luftë. Për shembull, çfarë do të bëhej nëse Korea e Veriut do të sulmonte Jugun? Dhe ndërsa lexon këto plane, ai vren diçka që e lë pa fjalë. Çfarë mungonte në këto plane teje të rëndësishme? Një gjë e thjeshtë, një listë supozimeve. Për shembull, apo supozonim se Korea e Veriut kishte armë bërthamore apo jo? A do të ndërhynte Kina në konflikt? Pa pasur qartësi për këto pika, i gjithë plani ishte thjesht një letër pa vlerë. Dhe çfarë bëri Rumsfeld? E ndaloi mbledhjen. Thjesht e ndërpreu dhe caktoi një mbledhje të re, të shtunën me vetëm një pikë në rendin e ditës. Të diskutojmë vetëm supozimet, asnjë plan, asnjë veprim, vetëm supozime. Kjo tregon se sa jetike është i kushtohet kohë këtij hapi. Mirë, deri tani kemi vendosur qëllimet dhe kemi identifikuar supozimet. Pra, kemi planin. Tani vjen pjesa e vështirë, ta vëmë në zbatim. Kështu që, le të kalojmë te 2 hapat e fundit, aty ku plani takohet me realitetin. Dhe ky citim i Dean Achesons e përshkruan në mënyrë perfekte realitetin e hapit të tretë. Ai thotë se në maj nuk ka zgjedhje të lehta, dhe kjo është një e vërtet e madhe. Vendimet strategjike rrallëherë janë mes së mirës dhe së keqes. Më shpesh janë mes 2 opsioneve të këqija dhe duhet zgjedhur e keqja më e vogël. Nëse një zgjedhje është e lehtë, atëherë me siguri ajo duhet ishte marrë shumë më poshtë në hierarki. Dhe për ta ilustruar këto, le të shkojmë te një nga vendimet më të vështira në histori. Viti 1940. Franca ka kapitulluar. Churchill sapo është bërë kryeministër dhe përballet me një dilemë të tmerrshme. Flota franceze, një nga më të fuqishmet në botë. Çfarë do të ndodhë me të? Nëse bjen në duart e Hitlerit, Britania është e humbur. Ai u jep francezëve një ultimatum me 4 opsione. Asnjëri prej tyre nuk ishte i mirë. Kur francezit refuzuan, Churchill dha urdhrin e paimagjinueshëm, të sulmoheshin anijet e aleatëve tyre. Një vendim brutal, tragjik, por strategjikisht i domosdoshëm. Mirë, vendimi u mor, veprimi u krye. Por a mbaron këtu puna? Absolutisht jo. Këtu hyn hapi i 4, matja. Sepse si mund ta dim nëse jemi në rrugën e duhur? Si mund ta dim nëse plani po funksionon? Përgjigjja është te matja. Ka një shprehje klasike: ajo që matet, përmirësohet. Nëse nuk mat diçka, nuk mund ta përmirësosh. Por kujdes, këtu ka një grackë të madhe. Nuk mjafton thjesht të matësh, duhet të matësh gjën e duhur. Kjo histori e vjetër nga Bashkimi Sovjetik është shembulli perfekt. Një fabrikë këpucësh i vjet si objektiv të prodhoj sa më shumë këpucë, pra metrika ishte sasia. Dhe çfarë bëri fabrika? E arriti objektivin, prodhuan mijëra këpucë. Problemi vetëm, të gjitha ishin numër 1 të vogla dhe të padobishme. Pse? Sepse ishin më të lehta për të prodhuar shpejt, pra metrika e gabuar çoi në një dështim total. Kjo tregon se si një matje e gabuar mund ta shkatrojë plotësisht një strategji. Dhe tani vim te pika finale, ajo që i lidh të gjitha bashk. Do t'ishte një gabim i madh ta shihnim këtë proces si një rrugë me një drejtim. Hap 1, 2, 3, 4 dhe fund. Jo. E vërteta është se ky nuk është një proces linear, por një cikël, një proces që nuk mbaron kurrë. Dhe ja pse është një cikël, sepse siç thotë një shprehje famshme ushtarake, asnjë plan nuk i mbijeton kontaktit të parë me armikun ose me realitetin. Bota ndryshon, konkurrentët bëjnë lëvizjet e tyre, disa nga supozimet tona do të dalin të gabuara. Prandaj të menduarit strategjik është një proces i vazhdueshëm. Matjet e hapit 4 na tregojnë se çfarë po funksionon dhe çfarë jo. Dhe kur diçka nuk shkon, nuk dorëzohemi, kthehemi prapa te hapi 2, rishikojmë supozimet dhe përshtatim planin. Ky është cikli, planifiko, vepro, mat, përshtat. Dhe me këtë ide të ciklit, le ta mbyllim me një pyetje. Mendoni pak për një qëllim të rëndësishëm që keni në këtë moment, qoftë në punë apo në jetën personale. Duke pasur parasysh gjithçka që folëm, ndaloni dhe pyesni:
cili është supozimi më i madh, ai që nuk e keni thënë me zë të lartë, mbi të cilin mbështetet i gjithë ky plan? Gjetja e atij supozimi dhe vënia e tij në pikpyetje mund të jetë hapi më strategjik nga të gjithë.